Mirë mbrëma, mirë se erdhët në Dritare Televizion edhe gëzuar ditën e alfabetit. Në fakt nuk është sot është ditë pushimi, po të pyesësh shumë kënd, pse është pushim sot, nuk e din. Kështu që unë zgjodha ta festojmë sot, në një farë mënyrë ta shpjegojmë sot, të flasim sot dhe me kë më mirë se me zotin Xhevat Lloshi, gjuhëtar, njëri që i ka kushtuar jetën Shqipes, arsimimit, edukimit, edhe faleminderit shumë që na vini kur ju ftojmë. Edhe në ditë ftohta si kjo, kur gjithë janë në shtëpi duke bërë pushim. Jo, faleminderit ju na jepni një mundësi për të folur me një auditor shumë të gjerë. Faleminderit. Sot vërtet më pyetën që po pse kemi pushim sot në shkollë? Është ditë alfabetit. Po çfarë është ditë alfabetit? Kështu që thash ta shpjegojmë bashkë. Pse është sot pushim? Edi Rama, shumë mirë ka bërë që e ka bërë ditë festa, në fakt qëlloi e hënë, sepse kjo është një rastësisht. Rastësisht, nuk është fiks sot, po gjithsesi çfarë është dita e alfabetit? Domethënë cila është rëndësia e saj? Ja u themi njerëzve që nuk e dinë pse po bëjmë pushim sot dhe pse kemi festën e alfabetit. Mua do më lejon në fillim ta them në mënyrë më të përgjithshme. Në botë ka pasur edhe ka me mira gjuhë. Mirë po, një pjesë shumë e madhe e tyre, jo e vogël, janë zhdukur pa lënë asnjë jurmë. Çdo të thotë pa lënë asnjë jurmë, do të thotë që nuk arritën të kishin një alfabet. Alfabeti lind në një periudhë të caktuar të historisë njerëzimit, kur ndërtohet shteti, zhvillohet ekonomia, tregtia, pastaj sigurisht i shërben edhe besimit. Praktikisht besimet ka qenë të ndryshme, po besimit të kohës dhe edukimit, arsimit të popullsisë. Domethënë, alfabeti nuk është thjesht punë shkronjash, me të fillon gjuha e shkruar. Dhe me gjuhën e shkruar fillon historia e dokumentuar e një populli. Dhe për këtë arsye, nuk mund të ketë shtet pa alfabet. Nuk mund të ketë zhvillim të mëtejshëm, sigurisht një zhvillim ka, po zhvillim të mëtejshëm të kulturës, letërsisë, të artëve. Për shembull, po themi letërsia e shkruar. Si mund të ekzistojë letërsia pa alfabet? Do të kalojmë tash tek një pyetje më e rëndësishme, po për Shqipërinë si është puna. Sigurisht, sa herë vjen puna për të kaluar, shqiptarët fillojnë me historinë e lashtë. 2 fjalë për historinë e lashtë. Ne, shkenca jonë, domethënë, është e bindur në bazë të argumenteve shkencore të shumë disiplinave, që ne jemi pasardhës të një grupi fisesh ilire të Ballkanit Jug Perëndimor. A kishin alfabet ilirët? Nuk kishin. Pse nuk kishin? Në shekullin e 9 para erës së re, grekët e lashtë e morën alfabetin nga fenikasit dhe një shekull më vonë e morën dhe latinët. Dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur alfabete të tjera që të mbizotëron në Europë. Në këtë mënyrë edhe ilirët tanë i kanë shkruar për shembull emrat e tyre në gurët e varreve, në fillim me greqishten e vjetër, jo të re, dhe pastaj me latinishten. Por ka pasur një problem të cilin mua më duhet ta vënë në dukje. Në shekullin e 5 para erës së re, për shembull, kultura greke arriti një periudhë vlerësimi, është me të vërtet një periudhë e artë. Mirë po, kultura greke asaj kohe ka pasur një cen, një tmet shumë të rëndë. Megjithse pjesa më e madhe e popullsisë në poliset, qytetet greke ishin popuj të tjerë, ata i quanin të gjithë popujt e tjerë barbarë. Dhe për këtë arsye, nga ky koncept ideologjik shumë i gabuar, ata nuk interesoheshin as pak pra asnjë gjuhë të asnjë populli tjetër. Dhe për këtë arsye nuk na kanë lënë dëshmi të gjuhës së këtyre popujve. Megjithse ata ishin një shumicë shumë e madhe në Ballkan. Çfarë ndodhi atëherë për një periudhë të gjatë në trojet që i quajmë sot troje shqiptare, ne me një term shkencor themi areali i gjuhës shqipe, janë përdorur këto 2 alfabete. Alfabeti i greqisë së vjetër dhe alfabeti latin. Megjithatë, unë nuk pajtohem me ata njerëz që menjëherë fillojnë duke u nisur nga ky fakt thonë gjithfarë gjërash. Unë do t'u them një gjë. Durrësi dihet që ekziston që nga viti 627 para erës së re. Ne i kemi të dokumentuar që nga shekulli 5, thash në gurët e varreve, emrat ilirë. Nuk duhet të ankohemi me mëtej në këtë drejtim. Pse? Pa mendoni në shekullin e 6 para erës së re, çfarë shkruhej në Suedi, në Norvegji, në Finland?
nuk kishte shkrim fare. Atëherë, ne jemi një vend, vërtet alfabetet ishin të huaja, po jemi një nga vendet ku alfabetet dhe shkrimi kanë ekzistuar që në kohët më të lashta. Domethënë kultura e shkruar ka qenë, dhe prandaj ka një rast konkret ditë, për shembull që një perandor romak ka bërë akademinë këtu tek ne në Apoloni. Këtu ne kishim akademi, sigurisht ishte me alfabet huaj, por ishte kjo akademi. Kështu që në këtë mënyrë nuk duhet të përmbysim gjërat duke nisur nga disa mite në kokën e njerëzve. Dhe pastaj vjen një periudhë gjatë, të cilën e quajmë periudhën e kalimit nga ilirët tek shqiptarët, ose më mirë në atë kohë që është në arbërit, dhe kjo është periudha që ne i quajmë në mënyrë shkencore etnogjeneza e popullit shqiptar. Periudha kur kalojmë nga ilirët tek shqiptarët. Kushtet historike të tjera janë shumë delikuar, nuk do t'ju shpjegoj, po do themi kaq nga shekulli 6 deri në shekullin e 10 bëhet etnogjeneza e shqiptarëve. Nga periudha e lire ne kalojmë në periudhën arbëre. Dhe tani vjen pyetja, po mirë, atëre kur do të fillon të kjo gjuhë të kishte alfabetin e vet? Përgjigjja është shumë e thjeshtë, nuk do ta shpjegoj. Kjo është e mundur vetëm atëre kur në një vend, në një popull, klasa sunduese është e njëjtë me pjesën tjetër popullsisë. Dhe atëre kjo klasë sunduese, kjo shtresë, do të komunikojë me këtë popull. Kur ka ndodhur kjo gjë në trevat tona? Nga shekulli 12. Pra ne do të themi që Shqipja, në atë kohë sigurisht nuk quhet Shqipja arbërishtja, ka filluar të shkruhet, pavarësisht se ne nuk kemi një dokument konkret, nga shekulli 12, jo më përpara, sepse nga shekulli 12 në trevat tona patëm, sigurisht në atë kohë ishin feudalët ose shtëpitë e mëdha, të cilat ishin shqiptare dhe patjetër ato do të donin të komunikonin me popullin e tyre në gjuhën e tyre, sepse nuk kishte se si, për shembull, në shekullin e 11, një perandor bizantin të komunikonte shqip me shqiptarët. Nuk mund të përfiturohet. Pastaj vjen periudha menjëherë përpara pushtimit osman. Këtë tashmë nëpërmjet të huajve që kanë shkelur trojet shqiptare, ne kemi ata e thonë që kanë një gjuhë të tyre, që shkruajnë me shkronjat e tyre me radhë. Ne nuk kemi dokumente, por kur fillojnë të vinë dokumentet, dhe unë po marr fjalinë e parë që shkruhet shqip, që e kemi dokumentuar të 1462, formulën e pagazimit të Palangjellit, përputhet plotësisht me këtë skemë teorike që ju thash. Do të thënë, do të shkruhej nga shqiptarët, do të shkruhej nga kush, nga shtresa Mela. Palangjelli ishte një nga njerëzit më të afërt dhe më të kulturuar të Skënderbeut. Shkruante dhe letrat e Skënderbeut. Dhe sigurisht ky njeri do të shkruante shqip, sepse do t'u drejtohej shqiptarëve. Ai u drejtohet priftërinëve shqiptar dhe u thotë, të dini se si t'i pagëzoni shqip bashkëdhetarët tuaj, se nuk do të pagëzoheshin shqip grekët ose romak, këto italianët. Në këtë mënyrë pra skema teorike përputhet dhe ne themi që për herë të parë gjuha shqipe është shkruar me shkronja latine, e kemi të dokumentuar jo me supozim shkencor, dhe pas kësaj fillon një periudhë gjatë në të cilën ne kemi literaturë të vërtet të shkruar. Ne e dim dhe gjithë thonë që Gjon Buzuku ka bërë mesharin e quajnë. Unë e kam studuar këto kohët e fundit dhe mund të them nuk është meshar. Është vepra e Gjon Buzukut, e cila përbëhet nga 4 libra. 3 librat e parë janë një libër lutjesh, një katekizëm, një ritual dhe meshari është vetëm pjesa e 4 të librit. Jo vetëm kaq, po deri në fjalorin enciklopedik të 2009-s thuhet që Buzuku ishte një shqipërus i librave fetal liturgjik. Nuk është e vërtet. Libri i tij nuk është një përkthim. Unë nuk do të zgjatem, po do të Jo, zgjatemi sepse jo, mund të zgjatem me kënaqësi. E kam me dëshirë që të flasim në ditën e bukur të festës, që është dita në fakt e reflektimit për më të mirën që kemi. Po, atëherë mund të them këtë gjë. Buzuku në një vend të caktuar thotë, unë po e them me fjalë të sotme, thotë, kam shumë gjëra të tjera për të shkruar, por tash nuk kam nge. E ka të shkruar. E ka të shkruar në libër. Mua më vjen çudi që deri më sot studiuesit tanë se kanë kuptuar këtë gjë. Ore, ky e ka thënë për veten e vet. Unë jam shkrimtar, kam shumë gjëra për të shkruar, por tash s'kam nge, po bëj këtë libër. Dhe prandaj është autori një libri.
sigurisht për ta bërë të libër duhet edhe të përkthente dhe ka përkthyer, por ky është autor shqiptar i dëshmuar dhe ajo që më ka pëlqyer shumë në një nga lutjet e tij, e cila sigurisht nuk mund të jetë përkthyer, i drejtohet Zotit që ta ketë parasysh që ai është një njeri që po shkruan psallmet për të lexuar shqiptarët. Dile në një vend aty, ju e dini, ne kemi emrin Zoti dhe Perëndia. Kurse në një vend aty thot Zotnia jote, thot. Zotnia jote, i thot Zotit. I drejtohet Perëndisë. Dhe ka edhe shprehje të tjera të mrekullueshme që tregojnë që ai kishte një përvojë të gjatë, nuk ishte në atë çast që po shkruante aty. Dhe këtë lutje, duke i drejtuar përsëri Zotit, thot unë që këndoj psallmet për ty, ti unë besoj se do të mi falësh mëkatet, dhe jo vetëm do të mi falësh mëkatet, po do më vësh në radhën e shenjtorëve të tu. Sa e bukur. Kështu që unë po them, ai Gjon Buzuku nuk është një përkthyes, është shenjtor i gjuhës shqipe. Sa e bukur. Shumë e bukur. Shenjtor i gjuhës shqipe. Pas unë e quaj që Buzuku me tekstin e tij, i themi ne me një term shkencor, ka hedhur themelet e gjithë parateksit të gjithë letërsisë shqipe të mëpasme. Do më thënë, më vonë autorët, Kadareja, Ismail Kadareja, Dritor Agolli, Jakov Zoza e tjera, kanë shkruar dhe janë drejtuar drejt për drejt. Do më thënë, nuk është kjo një hipoteze imja. Për shembull, në rrëfimin biblik ka një gjë shumë interesante. Është një periudhë sigurisht 2000-3000 vjet përpara dhe rrëfimi nuk kishte ato ndërlikimet që ka sot dhe rrëfej, siç rrëfen kalamajt, duke filluar edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu. Tash përdorimi i kësaj edhe në këtë mënyrë është një përdorim tipik stilistik i Biblës. E ka përdorur Ismail Kadareja në veprat e tij. Dile te kura me trihajshe, fillimin ai e ka ashtu siç është pasthënia e Buzukut. Siç thot u dom Gjoni bil kështu, edhe Ismaili kështu thot, tu e kujtuam se nuk ka, ky thot Ismaili se nuk ka gjë të shkruar për urën e Ujanë kështu me radhë. Do të thënë, Buzuku me librin e tij, ku kemi shumë të qartë një alfabet të përpunuar, jo të rastësishëm, nuk mund ta bënte si përkthyes duke marrë një copë letre të përkthejmë. Buzuku na ka hedhur deri më tani, e njohim ne. Shpresoj ju thash të gjejmë tekste që nga shekulli 12, por tash këtë e kemi të dokumentuar dhe fillon shkrimi i shqipet me alfabetin latin. Të përshtatur sigurisht për gjuhën shqipe dhe ka qenë i detyruar të përdorë edhe disa shkronja të tjera, të cilat nuk i ka alfabetin latin. Më vonë ka vijuar shtytja për të shkruar shqip edhe në dialektin tosk. Ne kemi një faqe, në fakt janë një fletë me 2 faqe, të shkruar me alfabetin grek. Unë mendoj që i përkasin po të njëjtës kohë si edhe Buzuku, domethënë shekullit 16. Kanë shkruar për të, por më duket se kanë shkruar në mënyrë pa e njohur, pa e kuptuar mirë ç'është gjuha, sepse këtu janë 2 faqe të shkruara me alfabetin e greqishtës. Në njërin anë është edhe një këngë që lidhet me ato ditët e Pashkëve për Krishtin. Kjo këngë është me një gjuhë shqipe shumë të bukur. Kjo do të thotë që ai prifti që ka shkruar atë faqe, vërtet e ka shkruar me shkronja greke, po ka hedhur në letër një këngë të cilën e shqiptonin shumë bukur shqip. Kurse në faqen tjetër është pjesa e përkthyer nga Ungjilli. Aty ai prifti s'ka qenë i Zotit përkthente. E ka bërë gabim. Atëherë do të vijmë deri në periudhën kur slavët gjithashtu ishin bërë me alfabetin e tyre. Është shekulli 9. Përkthyen sigurisht Biblën dhe me kohë, një pjesë e ortodoksisë, u bë ortodoksia slave, kishte libra slave dhe për këtë arsye kanë ndikuar në zonën lindore edhe me shkrimin me alfabetin slav, por ky alfabet nuk ka pasur përhapje të gjerë. Me ardhjen e Osmanëve kemi për fat keq po atë cent të madh të lashtësisë, domethënë Osmanët nuk interesoheshin për popujt e tjerë. Dhe natyrisht nuk interesoheshin as për gjuhën shqipe, as për shkrimin e shqipes. Por shqiptarët kanë vijuar të jenë një popull i cili kishte shkrim, jo vetëm siç e shkoni
se Busuku është periudhën e shundimit osman, Lek Matrëngët e tjera, domethënë autorët shqiptar, Bardhi, Bogdani, vazhdojnë të shkruajnë me shkronjë latine, por filloi gjuha shqipe të shkruaj përsëri me shkronja tashmë që janë arabe, po të përshtatër për osmanishten, përsëri me emrat, ashtu si në kohën latine. Domethënë, dokumentet osmane i kanë emrat e shqiptarëve, por me alfabetin arab, vetëm se është një problem shumë i vështirë, sepse alfabeti arab ka pasur këtë veçori. Shënonte vetëm bashkëtingëlloret, nuk shënoheshin zanoret. Kështu që historianët tanë, për shumë po marrim kemi pasur, nuk ronë më Selami Polaha, një historian i shkëlqyer, ka paraqitur me shkronjat e sotme, me alfabetin e sotme tjera, dokumentet osmane. Dhe vështirësinë më të madhe e kanë në shkrimin e emrave, sepse emrat aty janë vetëm me bashkëngëllore, pa zanore, dhe hajde ta dish tash kjo fjalë si ka qenë realisht. Por po them përsëritet po e njëjta histori, dokumentohen fjalë të Shqipës, emra të Shqipës me alfabetin osman. Dhe në mesin e shekullit 17, 1660-70, ka udhëtuar në Shqipëri një kronikani më i madh i perandorisë osmane dhe ka shkruar për gjuhën shqipe, ka mbledhur edhe disa fjalë dhe i ka shkruar dhe sigurisht i ka shkruar me alfabetin osman. Kështu që pak nga pak, si shikoni, u bën 4 alfabete, grek i vjetër, latin, slav dhe osman që janë përdorur për të shkruar gjuhën shqipe. Kjo gjendje sigurisht nuk mund të vazhdonte kështu kur filloi ajo që ne i quajmë rilindja kombëtare shqiptare. Rilindja kombëtare shqiptare e kishte gjuhën në qendër të saj, jo thjesht si element kulturor, po si mjet të vërtet të rilindjes. Domethënë, idetë që Shqipja është një gjuhë e vjetër, që ne jemi popull i vjetër, që ne kemi një kulturë të vjetër, nuk mund të zhvilloheshin, të përpunoheshin, të rrisnin ndërgjegjën kombëtare pa një alfabet, pa shkrimin e Shqipës. Por, çfarë ndodhi? Duke qenë në sundimin e huaj, ishte shumë e vështirë që të kishim një qendër të grupimit të shqiptarëve për të përcaktuar alfabetin. Atëherë çfarë ka ndodhur? Nga njëra anë kemi të huajt, të cilët për një arsye ose një tjetër e kanë shkruar gjuhën shqipe dhe e kanë shkruar në alfabete nga më të çuditshmet. Për shembull, është i njohur Teodor Kavalioti, se i dëgjojnë edhe nxënësit në shkollë dhe studentët. Teodor Kavalioti ka qenë rumun, nuk ka qenë shqiptar, ka qenë rumun shqiptar. Ai përpilloi një alfabet për arumanishten dhe pastaj këtë alfabet e ka përdorur edhe për gjuhën shqipe, nuk e ka bërë për gjuhën shqipe. Dhe mund të them një gjë shumë të bukur. Te Kavalioti dokumentohet për herë të parë fjala mbret dhe e ka mbret shqip edhe për arumanishten mbret e ka. Nuk ishte një fjalë tjetër për mbretin. Unë besoj që ka qenë përdorim në folklorin shqiptar. Pastaj, për shembull, kemi Marko Boçarin, i cili ul në tavolinë në tryezë, më mirë me thënë në sofër, bashkë me baban Xhaxhan dhe vjerin e tij edhe me François Pugvillin, ambasadorin, konsullin francez të Alipash Teperian, dhe ndërsa Pugvilli bisedonte me burrat shqiptar, dhe u thoshte një fjali greqisht ose një fjalë, dhe thoshte si bëhet kjo shqip, edhe e shkruante Markoja. Edhe Markoja ka përdorur alfabetin sigurisht grek, por me qenë se në Korfuz, ku ishin familja Boçari shpërngulur për shkak të Alipashës, atje derisa erdhi Napoleoni, kanë sunduar venecianët. Dhe për këtë arsye, kur ka ardhur puna për shembull për të dhënë tingullin 1, Marko Boçari s'mund ta jepte greqisht, ka përdorur si e jep italishtja me g dhe n. Kështu që është alfabet grek, por me përzierje të latinishtes. Mëtej, ka shkruar për shumë dhe botorun e kam përkthyer një libër shumë të rëndësishëm, William Martin Liku, i cili ishte konsulli tjetër. François Pugville ishte për francezët, Martin Liku ishte për anglezët në kohë që luftonin Anglia me Francën. Të dy ishin në rivalitet të drejt për drejt, është një histori shumë e bukur rivaliteti tyre. Edhe ky ka bërë një libër në 1814, Kërkimi në Greqi, por ka një pjesë shumë të madhe të librit kushtuar gjuhës shqipe. Çfarë alfabeti ka përdorur? Ka përshtatur alfabetin anglishtes për gjuhën shqipe. Këtë desha të theksoj. Domethënë, të huaj kanë përshtatur në mënyra të ndryshme alfabetet e tyre. Edhe François Pugvilli ka përshtatur alfabetin e frëngjishtit për shqipen. Domethënë, ka pasur përpjekje të ndryshme për ta shkruar shqipen, jo vetëm nga shqiptarët, por edhe të huajt, secili sipas orientimit të vet të kulturës së vet që kishte. Dhe vim tani në
një fakt shumë të rëndësishëm, shoqëria biblike britanike dhe për vendet e huaja vendosi që ta përkthente Ungjillin, domethënë Dhjatën e Re, në gjuhën shqipe. Pyetja ishte prap, me çfarë alfabeti? Se po them se shkoni përmend shumë emra dhe fakte, por gjithë një pyetje është tek alfabeti. Atëherë, përfaqësuesi ka qenë një sloven shumë i njohur, Jeremy Kopitar, i cili ishte i pari që mendoi që për popujt e Ballkanit të bëhej përkthimi i Dhjatës. Mendonte të merrte shqiptar, të mbante shtëpinë e tij dhe të bënte përkthimin. Për cilët shqiptarë kishte pyetjen, sepse gjithnjë po them nuk duhet në mënyrë abstrakte. Realisht Kopitari mendonte që të merrte disa nga sulliotët që ishin në Vjenë, sepse kishin ikur nga përndjekjet Ali Pashës dhe ishin atje dhe ishin me shkollë atje. Dhe ata i kanë thënë që sigurisht që mund të përkthehet Dhjata e Re, alfabeti duhet të jetë alfabeti i greqisësh i përshtatur për shqipen. Dhe në këtë mënyrë, kjo ishte ideja themelore. Përfaqësuesi biblik pasaj, unë nuk po ja them gjithë historinë, erdhi edhe në Janin në Korfuz në 1819, gjetën Vangel Meksin, nënshkruan marrëveshjen e të tjera. Por pyetja ishte, me ç'alfabet alfabet ka shkruar Vangel Meksi? Nuk e dim. Ai ka bërë dhe një gramatikë. Ka humbur gramatika. Por është e sigurt që do të ketë pasur një alfabet me bazën e greqishtes, të përshtatur. Përfaqësuesi i shoqërisë biblike Isaac Lanzi e diskutoi këtë çështje me Londrën, sepse shoqëria biblike duke marrë me përkthimin e ka arritur mbi 1000 popull të ndryshëm, gjuhë të ndryshme të përkthyer, ka qenë e detyrueshme të kishte filolog të vërtet në përbërjen e saj. Dhe me një punonjës të këtij që ishte në bibliotekën e Londrës, Lanzi e ka diskutuar gjithësisht si do ta bëjmë dhe hartuan një alfabet, 9 shkronja që s'mund të bëheshin prej greqishtes, i përpunuan vetë. Dhe në botimin e vetëm një ungjilli të Mateut të vitit 1824 janë 9 shkronjat e veçanta. Mirë po këta e quan më tej punën, thashë se punonin në mënyrë filologjike dhe diskutuan si do ta bëjmë tash për gjithë librin, se këtë libër të parë, ungjillin e parë, u dhan shqiptarëve, ju bën vërejtje ata të ndryshme dhe atëre ta përpunojmë më tej dhe arritën, unë e kam botuar gjithë letërkëmbimin e tyre dhe më 1825 arritën tek një koncept i plot, cili do të jetë alfabeti i shqipes për botimin e plotë të ungjive. Dhe ky Lanzi vajti në shtypshkronjën e Korfuzit, jemi në vitin 1825 dhe në Tork, quhet një pajisje e thjeshtë, e ka shtypur alfabetin e plotë të shqipes. Me 1825 kemi një alfabet të plotë për herë të parë të shqipes, të shtypur dhe të shpjeguar. Dhe kështu u botua me 1827. Tani do thoni ju, po mirë një libër ishte, nuk është e vërtet, sepse me këtë libër, kultura europiane, filologjia europiane, pati një libër të plotë në gjuhën shqipe, libër të cilën e njihte shumë mirë, se ata e njihin në gjuhën e vetë. Dhe kjo bëri që ky alfabet të përdori nga figurat më të shquara të filologjisë europiane gjatë gjithë shekullit 19. Domethënë, e kanë dëgjuar njerëzit Franz Boppin që ka vërtetuar që gjuha shqipe është gjuhë indo-europiane. Si do t'i shkruante fjalët e Shqipës? I ka marrë sipas ungjillit të vitit 1827. Po kështu i mori Hani, pasaj që e quajnë themelus, nuk është themelus, por një nga në themelet albanogjisë, më vonë të tjerë deri tek Gustav Mahler e kështu. Kështu që ky libër i 1827 me alfabetin e tij ka ndikuar drejt për drejt te të gjithë të huajt që për një periudhë shumë të gjatë kanë shkruar shqipen për nevojat e shkencës së tyre. Dhe tani mund të them këtë gjë, për shembull 1835 është një autor tjetër, Xilander quhet. Edhe ky ka botuar një libër gjuhën shqipe, ka riprodhuar një ungjill të tërë dhe po atë alfabet ka përdorur. Bile një historian gjerman i njohur Falmerairi ka shkruar që ai Xilandri, në qoftë se s'do të kishte këtë përkthim të ungjillit, s'do të bënte asgjë më tepër se Martin Liku më përpara. Domethënë, kemi si shkon një evoluim, një ecje përpara, në të cilin marrin pjesë edhe shqiptarët, edhe të huajt për të arritur te një alfabet për botime reale. Pastaj më vonë kemi përpjekjet e rilindasve, të cilat nuk ka nevojë të them hollësi. Jo, ka nevojë sepse gjitha kjo është një rrugë që u finalizua në këtë mënyrë. Në 1908. Këtu do vemi. Domethënë, është gjithë kjo rrugë dhe parafituro. Se ne themi gjithë kjo rrugë, parafituro një fëmijë që do të flasi. Që s'di të flasi, që s'ka fjalën. Dhe kështu kemi qenë ne, derisa vjen dita e alfabetit, dita e Kongresit të Manastirit. Po i theksoj të gjitha këto.
1844-45 Naum Veçil Harxhi bëri abetaren e parë që e kemi të dokumentuar shqipe. Shpiku një alfabet të vetin. Më vonë edhe Hasan Tasimi ka shpikuar, edhe Daskal Todri. Ecën në rrugë të gabuar, sepse duke shpikur një alfabet, jo vetëm do kishte vështirësi teknike, si do t'i shtyp një librat, por shkëputeshim nga kultura europiane. Duke mos marrë një alfabet të kulturës europiane, do t'ishte shumë vështirë, ose, po ta them tash me humor për sot, merrni me mend të kishim alfabetin e Naum Veçil Harxhit sot për të punuar në celular. Do ishte plotësisht. Po, se ti duhet të jesh kompatibël, i përshtatshëm. Nuk do të përshtatshëm. Direkt me fjalë tuaja. Do kishim një pengesë të madhe. Por pastaj vjen periudha e Konstantin Kristoforidit dhe vim tek viti i njohur 1879 në tërësinë e punës së lidhjes shqiptare të Prizrenit. Përsëri gjuha shqipe ishte në qendër, ju thash. Kjo ishte kërkesa. Domethënë, duhet ta pranojmë që në gjithë këto vite në fillim ishin të huajt që kërkonin dhe pastaj shqiptarët u bën vetëdijshëm dhe këta njerëz edhe pse nuk e bën atë që duhej, përpjekje jashtëzakonshme për të bërë një gjë që duhej. Unë prandaj po e them që nga fillimi i shekullit 19 nuk do ta mohojmë kontributin e tuave, po ishin shqiptarët ku fillonte çdo gjë. Atëherë, pikërisht në kornizën lidhjes shqiptare të Prizrenit, çështja gjuhësore ishte përsëri çështje themelore. Gjithë dokumentet e saj kanë të përshkruar. Dhe atëherë u mblodh shoqëria e Stambollit. Shoqëria e Stambollit u mblodh në bazë të një parimi shumë të rëndësishëm, që ishte ky. Kemi pasur një traditë të shkrimit të shqipes me alfabete të ndryshme. Në krajina të ndryshme, në besime të ndryshme, në orientime kulturore të ndryshme. Tashi ne duhet të bëjmë një alfabet që tjetë për të gjithë, që tjetë alfabet kombëtar, dhe vetë për bërja e 4 njerëzve themelor që e kanë bërë shoqërinë e Stambollit ishte të përfaqësoheshin të gjitha besimet dhe të gjitha krahinat. Që nga viti 1879, ky parim i madh i unitetit shqiptar, pavarësisht nga besimet dhe krahinat, u mishërua në alfabetin e Stambollit dhe pastaj do t'ishte parimi themelor, jo vetëm i Kongresit të Manastirit, po unë nuk dua të përmend emra, ky parim themelor ka qenë pothuajse kurdoherë në të gjitha qeveritë shqiptare që nga 1912, po të doni me emra edhe sot. Jo, e themi se ky parimi që na mban në këmbë. Një parim që na mban në këmbë. Ky na mban në këmbë. Çdo përpjekje për të bërë qoftë edhe me milimetra gabime do na rrezoj. Dhe prandaj ky parim i madh që shikoni është mishëruar konkretisht, realisht në punën për gjuhën, për alfabetin, duke filluar me alfabetin. Dhe alfabeti i Stambollit për këtë arsye ishte një alfabet kompromisi. Kanë futur edhe një shkronjë slave, edhe një shkronjë grek. Pikërisht për këtë, jo se s'mund të bëjë ndryshe, po për të thënë që tashi të gjitha traditat ne nuk duam të hedhim poshtë. Do mbështetemi në alfabetin latin, por do t'i bëjmë me të tjerë. Dhe për këtë arsye, ky alfabet pati rëndësi sidomos për një gjë. Filloi të botonte libra me këtë alfabet. Domthonjë u botua abetaria. Dhe alfabetare quhet, abetaria e gjuhës shqipe. Aty fillon shkolla shqipe. Kështu i quajtë abetare? Jo, në fillim është thash, ka pasur një alfabetare, është greqisht, alfabetum, po është një ABC, është abetare, është e formuar ABC-ja, edhe për alfabetin, ja, është thënë dhe AB-ja shqipe. AB-ja? Po, ABC-ja, do më thënë. Me fjalë, kuptimi alfabetare, abetare, është ABC-ja është. Ky është kuptimi i fjalës. Dhe alfabeti i Stambollit pati një përhapje të gjerë. Por, megjithatë, nuk mund të themi që i menjanoi alfabetet e tjera. Dhe duke ardhur tek fundi i shekullit 19, shqipja shkruaj me disa alfabete nga grupe të ndryshme, krajinore ose të fetare. Tani, është e vërtet që kjo u bë një pengesë shumë e madhe për të shkuar më tej. Pse? Se tashi në çerekun e fundit të shekullit 19 nuk ishim më siç na shanin turqit Çitapsez, popull pa libra. Tashmë si la quanin? Kështu na thënë Çitapsez. Çitapsez, popull pa libra. Popull pa libra.
Nuk është e vërtet, thash, si që shikoni. Këtu do shkojmë pos lexuam. Te mallkimi turqve. Popull pa libra. Në të vërtet tashmë ky popull ishte me libra. Tash jo vetëm kishte përkthimet, kishte Kristoforidhin, po tashmë kishte botuar poezinë Naimi, të cilat ju i dini ti Shqipëri me të ndere kështu me radhë, filloi botimi gazetave, u hapën shkollat me 1800 ju dini. Vetëm sa dashuri për gjuhën në të gjitha këto poezi, domethënë mënyra se si u këndua gjuhës, çfarë monumenti, adhurimi. Dhe kjo është ajo që unë ndjej që na mungon tani. Unë atëherë po shmangem nga kjo vija historike, po i përgjigjem kësaj vërete tuaj që është shumë e rëndësishme. Domethënë, nuk është vetëm thjesht që një popull, një komb ka një gjuhë. Ka rëndësi dhe faktori tjetër, që ky popull, kjo etni, gjuhën e vet ta doj, ti pëlqej. Tash mund t'ju them pa asnjë mendyshje që këtë e kemi dokumentuar. Me 1635-ën, Frank Bardhi ka bërë një fjalor latinisht shqip. Mua më vjen shumë keq që dhe në shkolla të studentë nuk thuhet kjo gjë. Në parathënie, ai thot kështu: këtë fjalor nuk e kam bërë aq shumë për nevojë se sa për ëndje. Sa bukur. Domethënë, ai kishte kënaqësi nga gjuha shqipe. Edhe e ka thënë, dhe unë po them kjo gjë parë duhet thënë për Frank Bardhin, që ky njeri e donte gjuhën shqipe, jo si gjuhamtar, po i pëlqente, ishte e bukur. Dhe këtë ide e kemi, unë për shumë kam gjetur edhe një dokument të një anglezi të viti 1785. Ky njeri Swinburne vajti bëri një vizitë në Sicili dhe sigurisht ndeshi arbëresht atje. Dhe shikoni, 1785, shikoni sa shumë vite përpara Naimit, thot, e kam dëgjuar gjuhën shqipe që flasin gratë me një ëmbëlsi të jashtëzakonshme. Domethënë, është thënë shumë kohë përpara që gjuha shqipe. Ëmbël kjo, nuk është gjuhë e ashpër, nuk është gjuhë e vështirë, kjo është gjuhë e ëmbël, është gjuha jote. Unë mund të them, ta mbyllim këtë pikë, të kalojmë për sintesi, kam botuar një libër të plotë. Shqipja qyshu është dukur. Kam disa qindra thënie të shqiptarëve dhe të autorëve tuaj. Kam 230 thënie të autorëve tuaj, të cilët thonë përsisin pa fund të fjalë. Shqipja është e bukur, Shqipja është e ëmbël. Dhe këtë gjë, unë mendoj, dhe e thekson mirë të veçantë, ne duhet ta përtërijmë këtë frymë të rilindjes. Domethënë, duhet punojmë për gjuhën shqipe, po duhet punojmë që të bindemi se është vërtet e bukur, është vërtet e mirë, është vërtet e ëmbël. Ka gjë më të ëmbël se të dëgjoni një fëmijë 3-4 vjeç kur i drejtohet nënës së vet në gjuhën shqipe. Është një muzikë e vërtet. Sa bukur ma tha dikush, e kisha një emision, nuk e kam transmetuar akoma, pak një regjisor në New York, dhe kur i thash që në Shqipëri çfarë të pëlqen më shumë kur vjen, tha gjuha, tha, flasin shqip të gjithë, tha, kjo mua më jep lumturi. Dhe vërtet, kjo është këtë e ndjen ti vetëm kur je jashtë dhe befas dëgjon shqip, mua më ndodhi parisakosh në metro. Shqiptare e thash, jo, dhe kam mësuar shqipe në Shqipëri. Po kjo është e brëndshme, e pa shpjeguar. Në libër unë kam një citim të vitit 2015 nga një gazetë slovene, Delo, e cila thot është një gjuhë mrekullueshme. Do me thënë, nuk është puna se e them unë, sepse jam gjuhëtar dhe si të thuash dua të mbroj fushën time. Po e vërtetoj që me qindra vjetë ka që thuhet që kjo gjuhë është e bukur, është e mirë. Pak të frymëzim, të cilin unë kërkoj që sot ta përtërijmë. Do me thënë, në punën tonë për gjuhën, duhet themi sigurisht gjuha, shenja kombësisë e tjera, por është gjuhë e mirë, është gjuhë e bukur, sot është gjuhë e pasur, i përballë të gjitha kërkesat që ka një kulturë e zhvilluar europiane, si që jemi ne në Shqipëri, me shqiptarët e kulturuar. Sigurisht jo me ata që, si që thatë ju, duan të praktisin Shqipe në kulturën e shqiptarët. Kemi një Shqipëri të kulturuar. Dhe unë ngull këmbë që më shumë të flasim për këtë, ta mbyll këtë pikë me këtë fjali. Mos ngull një këmbë vazhdimisht duke thënë Shqipa po prishe, Shqipa po bastardohet shumë. Nuk është e vërtet. Shqipja po evoluon. Ka probleme, sigurisht ka probleme gjuhët e mëdha të tjera. Jo. Për shembull një italian, edhe me shkruajnë në televizion, e go Champions League thot. Po kështu nuk thot ndryshe një italian. Dhe kjo gjë është, thash është problemi i ndërlikuar, ta lëm këtë. Atëherë të kthehemi tek historia. Domethënë, në fund të shekullit 19 erdhëm në një gjendje që kishim shumë alfabete.
nuk u arrit që alfabeti i Stambollit të bëjë alfabeti i përgjithshëm për të gjithë shqiptarët. Nuk u arrit sepse nuk e doli në praktikisht. Sepse ishim në sundimin e huaj, thash, këto gjëra bëhet kur ke shtetin tënd si do duhet. Atëherë, unë do të theksoj vetëm edhe një anë tjetër, si shikoni unë gjithnjë ngulkem që mos shikoni vetëm anën negativet. Është e vërtet që kishim shumësi alfabetesh. Unë fola kaq gjatë për të treguar që me shekuj ishin përpjekur edhe shqiptarët, edhe të huajt të arrinin te një alfabeti shqipes. Këto përpjekje, megjithse kishin sjellë në një larmi, në shumësi, patën një anë shumë të mirë, ndërkaq ishte përcaktuar. Si shkoni, me një punë shumë shekullore, cilët janë tingujt, jo të gjuhës shqipe, po tingujt e gjuhës letrare, tingujt e gjuhës së shkruar, dhe cilët do të ishin cilat do të ishin shkronjat për t'ju përshtatur. Sepse në gjuhën e folur, ka pafund nuanca të tingujve nga më të ndryshmet. Dhe prandaj nuk duhet menduar siç mendojnë disa që jo ne e themi kështu, nuk po flasim si e themi ne, si e thua ti, sepse për shembull po e them me shaka, një dibran më thoshte a e pa rakajen. Tash edhe kështu shqiptohet gjuha shqipe, a e pi rakin. Tash edhe kështu është. Bukur. Jo, kjo është, më thënë, e pranueshme për lokale, po për të tërë. Ne po flasim për gjuhën e përgjithshme, gjuhën letrare që do të bëhet gjuhë e shkruar. Atëherë, gjatë shekujve, me një ndihmës të madhe të autorëve shqiptarë dhe të huaj, ishte arritur te një koncept se cilët janë tingujt e gjuhës letrare që do të bëhet gjuhë e shkruar, për këtë po flasim, dhe kjo bënte të mundur që tashti të bënim kongresin e manastirit, jo duke menduar si që thonë disa, u mblodh komisioni dhe bëri alfabetin, kishte 5 shekuj po bëhej ky alfabet. Dhe jo vetëm kaq, tashti ideja kishte ardhur që në fund të shekullit 19, nuk është se doli me 1908. Dhe këtë gjë unë gjithashtu dua ta theksoj me të madhe. Është e vërtetë që në 1908, me njëherë pas shpalljes së kushtetutës, u themelua klubi i Bashkimit Manastir dhe në gjitha të tjerë. Këto kishin 10 vjet që punonin për këtë gjë. Domethënë, nuk e bën se sot u bë kushtetuta, nesër tash hajde të bëjmë. Ishin kushtet shumë të ashpra të shtypjes që nuk kishin dalë në sipërfaqe. Me të hequr ky saç, dolën në sipërfaqe të gjitha përpjekjet e mëdha që kishin bërë shqiptarët. Atëherë, ideja konkrete për të bërë një mbledhje të përbashkët të gjitha krahinave, besimeve, orientime kështu, është të shfaqur me shkrim, unë e kam gjetur në dokument, që në vitin 1901. Domethënë, nuk është se Kongresi i Manastirit u mblodh se hajde tash u bë hyrjeti dhe të bëjmë ne. Shqiptarët e kishin bërë prej kohësh këtë punë dhe vetëm prisnin çastin e nevojshëm. Dhe jo vetëm prisnin çastin e nevojshëm, por edhe ishin të përgatitur po e përsis me këtë ideologji, me këtë pikpamje. Domethënë, ishin bërë gati. Ishin bërë gati. Ishin plotësisht gati. Shumë vonë ishin, por gjithsesi ishin bërë gati dhe po pritej ky moment. Po pritej moment. Dhe atëherë menjëherë me të shpallur kushtetuta, u rivendos kushtetuta që lejonte organizimin e shoqërive, u organizuan menjëherë shoqëria Bashkimi e Manastirit. Dhe menjëherë çështja e parë, si shikoni, ishte përsëri pse në Manastir, po. Duhet pasur parasysh, kur bëjmë arsyetimet e sotme, edhe në histori nganjëherë, duhet edhe studentëve nxënësve duhet të shpjeguar që nuk ka qenë Shqipëria kështu në vitin 1900. Shqipëria ishte e coptuar në vilajete osmane. Dhe këto vilajete osmane ishin përvijuar në hartë në mënyrë qëllimisht që të përfshinin etni të ndryshme. Në këtë mënyrë, në asnjë prej tyre të mos kishin shqiptarët e përsinë, se pastaj kërkonin pavarësinë. Dhe për këtë arsye, me thënë kishin ndarë në mënyrë të tillë që të me një politikë shumë të plotësuar, që të kuptoni vilajeti i Manastirit përfshinte brenda edhe Elbasanin, edhe Korçën. Do kur themi Manastir, ne kemi parasysh se sot këtë mendoj, jo Manastirin atje. Duhet menduar po në Manastirin asaj kohe. Saktë, mendosh. Dhe duke pasur këtë shtrirje gjeografike, të kishim një hartë mund t'ju tregoja, sigurisht që shumica e popullsisë ishte shqiptare. Dhe në këtë mënyrë mendoja që Manastiri ishte qendër shqiptare. E dyta, Manastiri ishte një qendër shumë e rëndësishme për perandërinë osmane, sepse ngjarjet e mëdha, edhe historike, edhe kulturore, si të doni ju, ndodhin në qendrat e mëdha, në qendrat e vogla. Atëherë,
Për shembull, po ju them nga ana ushtarake, të gjitha ushtrit osmane që kishin të bënin me Ballkanin, komandën e kishin në manastir, vinin në manastir dhe pastaj ndërmerrin veprimet e tjera. Kështu që kishte, si thuaç, një përbërje. Pra nuk vajtën për të fshehur atje, vajtën se atje ishte... Sepse ishte qendër e madhe. Jo vetëm kaq, por pëlqen kjo që thatë ju, nuk vajtën për të fshehur. Ana tjetër që pikërisht desha të thosh është, për këtë arsye, duke qenë një qendër e tillë e rëndësishme, atje kishte një prani të madhe të huaj, të konsullatave të huaja. Kjo është shumë e rëndësishme. Thjesht të ndodhi aty ku ata ta shohin, se na duhet që ata ta shikonin. Jo vetëm kaq, por do të theksoj edhe një anë tjetër që nuk është të thënë, po unë në librin për Gjergj Qiriazin e kam thënë. Ata mendonin, për shumë Gjergj Qiriazi, që të merrte pjesë në kongres, edhe përfaqësuesi i shoqërisë biblike për gjithë perandorinë osmane, Hodgsoni, dhe i kanë dërguar atij një ftesë, e kanë botuar ftesën, të përkthyer anglisht. Domethënë, donin që edhe të huaj të merrnin pjesë drejt për drejt në këtë ngjarje tonë. Dhe nga kjo pikpamje tash unë dëshiroj ta theksoj edhe një herë. Atëherë, Kongresi i Manastirit ishte një ngjarje shumë e rëndësishme për kulturën kombëtare. Ishte njëkohësisht një ngjarje ndërkombëtare. Kongresi i Manastirit nuk ka qenë thjesht për një grup shqiptarësh, por një grup shqiptarësh në një botë të tërë. Dhe unë mund të them, për shembull, që të bëhet e qartë se si alfabeti i Shqipës ka aspektin ndërkombëtar. Kur filloi të botonte shoqëria biblike për kthimet e Kristoforidit, nuk do them historisë, është një histori shumë e gjatë, në Londër ka pasur artikuj të shkruar për alfabetin e Shqipës. Do më thënë, ose do të them këtë gjë, kur u bën përpjekjet e para, pasi i bëri Kristoforidi me Thomsonin me 1865 për alfabetin e Shqipës, me 1869 u mblodh një komision dhe i përfundoi punimet 1870. Petr Slavekovi, një nga njerëzit e iluministët më të mëdhenj të Bullgarisë, i cili botonte një gazetë Maqedonia në Stamboll, ka shkruar për alfabetin e Shqipës. Do më thënë, një njeri krejt tjetër, po dhe duke qenë iluminist, i ka përshëndetur dhe i ka mbështetur. Pavarësisht se sigurisht slavët do të donin që, si u shpreu ai, që alfabeti slavishës i shpreh më mirë tingujt e Shqipës. Pavarësisht nga kjo, e kanë përshëndetur lëvizjen e Rilindjes. Do më thënë, nuk ishte thjesht punë e një grupi shqiptarësh, ishte punë e të gjithë shqiptarëve, po dhe nuk ishte punë vetëm e shqiptarëve. Vendosja e një alfabeti për një gjuhë shqipe ishte vendosja e alfabetit për një gjuhë europiane, për një popull europian, dhe kjo do të kishte natyrisht pasoja politike të përcaktuara. Këtu tash është pika tjetër shumë e rëndësishme që unë e theksoj. Me 1908 u përcaktua alfabeti i gjuhës shqipe, ai që kemi sot. Vetëm 4 vjet më vonë do të bëhej pavarësia e Shqipërisë. Prandaj Kongresi i Alfabetit bën pjesë në ngjarjet shtetërore. Pse? Unë u a thosha studentëve vazhdimisht, dëgjoni këtu. Shteti është shkres. Unë besoj sot me këto gjyqet pafund, njerëzit po e kuptojnë që shteti është shkres. Atëherë, me 1912 do të shpallej pavarësia me çfarë alfabeti? Si do bëj shpallja e pavarësisë? Tha shteti shkres, do shkruash Shqipëria shpallet e mos varë me kështu, do ta shkruash me çfarë alfabeti? Kongresi i Manastirit përgatiti një nga çështjet themelore të shtetit shqiptar. Prandaj është jo thjesht me vlerë gjuhësore, është me vlerë shtetërore. Nga kjo pikpamje, unë e quaj Kongresin e Manastirit një institucion. Ishte një institucion mbarkombëtar që vendosi për një çështje mbarkombëtare që ishte e detyrueshme për përgatitjen e shtetit të pavarur shqiptar. Domethënë, Ismail Qemali dhe të gjithë të tjerët do nënshkruanin një tekst që donte një alfabet, bile edhe nënshkrimet e tyre do bëheshin me këtë alfabet. Në këtë mënyrë, Kongresi i Manastirit sigurisht është e drejtë që në punim me nënshkrim, me flitet me udhësi, për shkronjat e me gra, por ka këto aspekte shumë të rëndësishme që duhen vënë. Dhe dëshiroj të vënë duke edhe një pikë tjetër. Sigurisht, pasi arrihet një gjë kaq e madhe, një fakt kaq i rëndësishëm në historinë e kombit ton, më pas njerëzit tash do fillojnë të bëjnë interpretime dhe kanë të drejtë. Dhe secili do përpiqet të thotë, shiko, filan alfabet, i filan grupi, shoqërisë Agimi apo kështu, ai ka fituar. Studimi ka treguar një gjë shumë interesante, që alfabeti i sotëm është më afër me alfabetin e
përdorur nga një gazetë në Egjipt në vitin 1904-1905. Dallimi i këtij alfabeti, i thoma Avramit të tjerëve që ishin atje, me alfabetin e sotshëm është gjithsej në 3 shkronja. Cile? Kaq pak. Nuk mbaj mend tash N, Q edhe një tjetër. Këto që po zgjeni akoma. 3 shkronja vetë, po këto që janë problem gjithmonë. Domethënë, vërtet kishte thash alfabete shumë të mira, duke filluar nga alfabeti Sambollit, alfabetit që përdorin Shoqëria Agimi dhe Bashkimi në Shkodër dhe të tjera. Por realja është që fitoi një alfabet i cili në të vërtet është më i afërt me atë të Egjiptit. Për arsye historike nuk do të hyj në hollësi, por dëshiroj të them në këtë mënyrë që ky alfabet ishte një rezultat i shekujve, jo i ditës, jo i një komisioni. Ishte rezultat i punës së shqiptarëve dhe të huajve. Dhe ishte rezultat i një fryme ideore, të rëndësishme, të madhe, që thoshte nga njëra anë, kjo gjuhë është baza e kombit tonë. Kombi ka gjuhën e vetë. Jo vetëm kaq, po ishte e frymëzuar edhe nga dashuria për gjuhën shqipe. Këtë gjë unë kërkoj ta theksoj me të madhe. Edhe anën shkencore, edhe anën emocionale. Dhe ajo që tash kërkoj të ecim më përpara është që në këtë mënyrë ai dha një model. Thash nga pikpamja e Bashkësisë Krajnore Fetare e kishte që nga koha e shumë. Por dha një model se si duhet punoj më tej, sepse pas përcaktimit të alfabetit, pika e parë që vjen menjëherë është drejtshkrimi. I kemi shkronjat, tash të shkruajmë drejt. Dhe në frymën e tij, po me ata pothuajse edhe një pjesë të njerëzve u mblodh më 1916 në Shkodër Komisia Letrare e Shkodrës, e cila unë kam shkruar hollësisht për këtë punë, ka shumë rëndësi të kuptohet, e cila u mblodh sigurisht me idenë që është ideja thash më e thjeshtë, kemi alfabetin si do bëjmë drejtshkrimin, por në çastin që u hodh mbi tryez si do bëjmë drejtshkrimin, doli pyetje, drejtshkrimin e cilës gjuhë? Dhe atëherë doli prapë në pa problemi i dialekteve të Shqipës. Dhe po t'i lexoni, domethënë diskutimet që janë bërë, janë për mua si gjuhëtar janë gjë e bukur, tregojnë se si tashti do të gjendim një zgjidhje dhe përsëri ishte e njëjta frymë, të gjejmë një zgjidhje përbashkuese. Në atë çast, në atë kohë, sepse do të pranojmë që nuk do mendonin njerëzit si kemi sot pas një shekulli. Ata ishin njerëz këtë arritë kishin këtë bën. Ata menduan që zgjidhjen duhet ta bëjmë duke gjetur një zgjidhje të mesme, përse një zgjidhje pajtimi kompromisit. Dhe kjo zgjidhje ishte e folmja e Elbasanit. Elbasani. Ishte. Ka thash fakte shumë të bukura, edhe ashtu si Kongresi Manastirit, në të cilin në një moment caktuar foli Gjergj Fishta. Dhe foli me këtë frymë advetar dhe bashkimi. E pra, flasim pak për njerëzit e Kongresit Manastirit? Po, në Kongres, dhe atje u ngrit një hoxh dhe ka shkuar dhe ka përqafuar Fishtën. Domethënë me lot në sy, sepse ishte simboli i bashkimit. Urdhoni një prift shkodran flet në këtë mënyrë dhe një hoxh nga jugu bashkohen përpara qindra njerëzve me lot në sy. Po kjo ide e bashkimit ishte edhe në frymën e Komisisë Letrare. Pasi erdhi kjo ide, erdhi Gjek Pekmezi nga Austria, bileftuan përsëri një të huaj, Rajko Nathanielin, thash mos mendoni kur që ka qenë punë të disa shqiptarëve aty, ka qenë punë me shekuj prapa dhe me mendimin evropian të kohës, vendosën që të bëhej në bazë të gjuhës letrare të shkruar, gjithnjë për këto po flasim, jo të gjuhës folur, e folme e Elbasanit. Tani përsëri pyetja shtrohet, mirë e folme e Elbasanit, cila është tradita e saj? Dhe përsëri e pyeti Gjergj Fishta, e ka pyetur, po mirë, të folme e Elbasanit, ku është folme e Elbasanit? Sotripesi i tha, janë në përkthimet e Kristoforidit. Po, tha Fishta, po që për Kristoforidin, do ta pranojmë. Dhe do të them një shumë të bukur. U vendos që të ribotohej një libër i Kristoforidit, i shkruar sipas së folmes së Elbasanit, të përpunuar si gjuhë, jo thjesht folmes së përndimit, se nuk është thjesht kështu puna, do ta ngresh gjuhën e folur në nivelin e gjuhës së shkruar. Ka bërë një historia e shkrimit të shenjtë. Dhe në vitin 1917, nga Komisia Letrare, u vendos që të ribotohej ky libër i Kristoforidit si shembull për gjuhën letrare të mbështetur në dialektin e mesëm, me alfabetin e Manastirit dhe me këtë drejtshkrim.
Sigurisht, Komisia Letrare u prish për arsye historike të tjera, nuk do të hyj në këto ëllësi. Në vitin 2017, plot 100 vjet pas kësaj, unë e kam ribotuar këtë libër të Kristoforidit. Se shkoni ka qenë pikë orientuese për drejtshkrimin e Shqipës. Pas kësaj, me Kongresin e Lushnjës, u pranua kjo zgjidhje. Dhe prandaj, gjatë periudhës së pavarësisë, tashmë alfabeti ishte absolutisht i pranuar nga të gjithë, megjithëse kishte të huaj, për shumë ka qenë një Gustav Weigand i huaj, edhe ai shpiku pra pas Kongresit Manastirit një alfabet. Janë gjëra të kota, sepse shqiptarët vendosën të kenë këtë alfabet dhe ky është alfabeti dhe mbaroi puna. Dhe u përpunuan gjatë kësaj kohë ide, mendime e tjera, por deri në vitin 1945 nuk u bën ndonjë ndryshim as i alfabetit as i drejtshkrimit. Pas 45 ka pasur një varg përpjekësh, derisa u arrit për shembull në 1956 në një drejtshkrim mjaft të përpunuar. Por këtu tashin na lind një pikë shumë e rëndësishme. Kosova pas luftës së dytë botërore ngeli në sundimin serb. Dhe tashi ekzistonte realisht mundësia që të shkëputeshim edhe jo vetëm me kufi, me ushtar, po dhe nga ana kulturore. Dhe serbët shovinistët sigurisht përpunuan një ideologji krejt tjetër në bazë të cilës duhej shkëputur edhe të folurit dhe të shkruarit e Kosovës nga të folurit dhe shkruarit e Shqipërisë. Dhe bënë, ata gjuhës shqipe i thonë albanski jezik, shpikën edhe një fjalë tjetër, thonë shiftarski jezik. Deshën të krijonin një gjuhë tjetër, do t'i bënin pasaj me sigur shiftarski, nga shqiptarët, se ata qenë nuk e kanë, e kanë, por nuk e shqiptojnë do kështu, dhe e bën shiftarski. Dhe lindi ky problemi madh i shkëputjes së shqiptarëve, thash, jo vetëm me një vijë, me ushtar, me tel, me gjemba, po edhe me kulturë, me gjuhë. Dhe atëherë në Kosovë ka pasur prej kohësh një lëvizje përsëri kombëtare, po e them nuk është çështje. Por në vitin 1968, sigurisht studentët sot me nxënësit nuk e dinë, pati një lëvizje shumë të madhe studentore në të gjithë Europën. Pati një lëvizje shumë të rëndësishme, nuk do të hyjmë në këtë. Dhe studentët shqiptarë në Kosovë, këtë lëvizje europiane të studentëve kundër sistemit sundues arsimor, e shndruan në lëvizje për gjuhën. Në lëvizje për gjuhën. Dhe kjo përfundoi në atë që ne i quajmë Konsulta Gjuhësore e Prishtinës e vitit 1968, e cila, siç e ka thënë Ali Hadri, u bë sepse po ngulkem gjithnjë, këto ngjarje të mëdha kanë një parim, kanë një ide brenda. Parimi ishte një kombë, një gjuhë letrare. Kjo që po aq e rëndësishme sa Kongresi i Manastirit dhe sa sepse pastaj ishte parathënia e 72-shit. Po vetëm atëherë mund ta bënim 72-shin. Vetëm me këtë. Po pa këtë. Pra jemi në borxh, nuk je asnjëherë në borxh tënde se Kosova është jona, po realisht ata e kanë nisur. Po të mos ishte për shkak të ndaluarës. Po të mos ishte ky fakt, nuk bëj Kongresi i Drejtshkrimit. Atëre vimte Kongresi i Drejtshkrimit me një fjali të vetme, Kongresi i Drejtshkrimit bëri që gjuha shqipe të hyjë tani ne me një term kështu të thatë shkencor, e quajmë ka hyrë në rrugën e një gjuhe standarde. Kemi sot një gjuhë standarde. Pra, e standardizoi. Manastiri, le të themi, i dha alfabetin. E krijoi. I dha pamjen. Unë dëshiroj të them edhe një gjë, e kam thënë edhe disa herë, ndoshta disa mund të siftet kështu. Jo vetëm kaq, po pasi u krijua ky alfabet, u pranua, u vendos ky alfabet 908. Tashi, pasi kalon një shekull përdorimi, e dini që pamja e alfabetit merr edhe një aspekt estetik. Ne na duket bukur të shkruash kështu. Dhe këte ka thënë Parashqeviq Rjazi që në Kongresin Manastirit tha, shkronjat tona janë të harta. Sigurisht shkronjat nuk janë të harta, por desh të thoshte që janë të bukura. Dhe tashi unë them sot, si që shkruajmë sot, ka edhe sot disa njerëz sigurisht të veçuar thonë të ndrojmë alfabetin, të ndrojmë drejtshkrimin e tjerë. Unë di të them që kjo është fytyra e bukur e Shqipës. Me këtë alfabet, me këtë drejtshkrim, mos na e prishni këtë fytyrë të bukur. Ashtu siç kemi, e dini që pas vitit 91 deshën të ndronin edhe Shqipen që kemi në flamur, Shqipja që kemi në flamur është Shqipja më e bukur në botë. Dhe gjuha shqipe për ne e shkruar, është gjithashtu gjuha e shkruar më e bukur në botë.
Me Shqipen të paktën ja kemi dalë, në çdo gjë tjetër ne kemi dështuar. Kemi dështuar sepse kemi dashur ta nisim nga zero. Me Shqipen ja kemi dalë të mos i pranojmë zërat e atyre që duan të shkatrojnë Kongresin e Manastirit, të shkatrojnë Kongresin e 72-shit, të standardizimit të Shqipes, domethënë aty ja kemi dalë, nuk e di se si, që ta mbrojmë Shqipen e një kombi të tërë, ndërsa në të tjera pastaj kemi thënë këto i ka bërë Enveri të prishim uzina fabrika, këtë e ka bërë me Meçeu, Zogu, ta prishim, këtë kemi prishur, edhe mbi zero nuk ndërton dot asgjë, se është një tokë e djegur. Ndërsa me Shqipen ne kemi lënë të paktën këtu kemi dalë, nuk e di çfarë fati ynor na ndihmoi të mbajmë. Nuk është fati ynor, kjo është një pjesë përbërëse e ndërgjegjes. Jo vetëm kaq që unë do të them se nuk do të hyjmë në shkencë. Njeriu bëhet njeri me anë të gjuhës. Është provuar në mënyrë fatale me dy vajza, Amala dhe Kamala, që është një histori e gjatë që nuk arritën të jetojnë në bashkësinë e njerëzve, nuk bëhet njeriu pa gjuhën e vet. Gjuha na bën njerëz në përgjithësinë kudo në botë dhe gjuha na bën shqiptar në Shqipëri. Dhe unë dëshiroj të them një gjë krejt të veçantë. Në vendet e tjera, sigurisht kemi vendin, kemi popullin dhe kemi gjuhën. Emri i gjuhës vjen nga populli ose nga vendi. Domethënë, kemi Italin, italisht, kemi Rusin, rusisht, kemi Anglin, anglisht. Në Shqipëri është e kundërta. Emri i vendit vjen nga gjuha. Gjuha i ka dhënë emrin Gjuha i ka dhënë emrin Shqipërisë, gjuha na ka dhënë emrin shqiptar. Dhe ne jemi shqiptar për shkak të gjuhës shqipe. Prandaj, si shikon, ka disa shtresa të brendshme, të cilat po të mos i formuloj unë kështu me këto fjali, nuk ndjehen, nuk perceptojnë, po veprojnë. Prandaj e ruajmë gjuhën shqipe. Na bën shqiptar. Unë e kam ndjerë për herë të parë, asnjëherë nuk e kupton rëndësinë e gjës që ke. Unë e kam ndjerë në Ukrainë, në Karakurt, tek shqiptarët e Karakurtit, kur ata më thoshin të merremi vesh e kishin me shqip. Përkthimi i fjalës të merresh vesh, ata e kishin pikërisht kështu, me shqip. Shqip për ta ishte të merresh vesh. Dhe aty fillova të ndjej mungesën që kanë ata, megjithatë ata e kishin ruajtur në Karakurt, ata flisnin shqip. Nuk është faj tyre në ato kushte. Jo, është e pamundur gjithsesi, por jemi të shpërndar aq shumë gjithandej sa ajo që mund ta bëj bashkë është vetëm gjuha. Prandaj realisht nuk është fat ynor, po është ndërgjegja. Është një ndërgjegje, thash, që na mban njerëz. E thellë dhe për të cilën, thash, kemi nevojë sot ta përtërim, jo për propagandë, po si realitet. Ta duam gjuhën shqipe, se është vërtet e bukur, është vërtet e mirë, sepse ka arritur një nivel kulturor që mund t'i përballojë të gjitha nevojat e kësaj shoqërie. Ka probleme, sigurisht ka probleme. Dhe probleme zgjidhen në këto fusha me diskutime të gjata. Nganjëherë për të arritur edhe popujt e tjerë, edhe gjermanët diskutojnë për alfabetin e tyre. Një nga këta humoristët e mëdhenj anglez e ka lënë gjithë pasurinë e vet për të ndryshuar alfabetin anglisht. Këto çështje janë kudo në botë, por rëndësi ka rruga drejt së cilës e ecim në bazë të disa ideve, po edhe të disa ndjenjave të mira. Të mos e harojmë që janë edhe ndjenjat brenda. Ndërkohë, diçka e mirë është bërë, duke u bërë ditë feste, duke u shpallur ditë feste, dita e alfabetit, është diçka që këtë institucion, pra është institucioni i pavarësisë, krimit të shtetit, por është institucioni i krimit të gjuhës, pra janë të rëndësishme. Tani gjëja që ne duhet të bëjmë është të flasim më shumë për këtë institucion. Jo thjesht të festojmë sot se na bën mirë, jemi në kohën e inteligjencës artificiale dhe në këtë kohë djem e vajza të vegjël, por patriot, që vinë nga familje patriote, sepse pa pas një edukim patriot, nuk mundesh ta përdorësh inteligjencën, e përdorin inteligjencën dhe për krijuar nderim për gjuhën, për alfabetin. Do më lejosh të shtoj edhe diçka tjetër. Që nga në thënjëshin këtej kemi një periudhë turbullirash edhe në mendimet, në qëndrimet për gjuhën. Unë dëshiroj ta vë në dukje me kënaqësi të madhe që këto 2 vjet të fundit, më në fund shteti shqiptar po e kthen vëmendjen për të mbrojtur, për ta quar para gjuhën shqipe. Vjetën e bëm një kuvent, nëse ju kujtohet, dita alfabetit shqiptar, domethënë me një fjalë vetme, shteti shqiptar më në fund po kujdeset për këtë pasuri kombëtare që është gjuha. U shtoft kujdesi shtetit shqiptar dhe meraku im është që ky kujdes të demonstrohet tek fëmijët. Kemi shumë nevojë që
po të duan me qet, po të duan pa qet, si të duan, ti dëgjojnë gjuhëtarët, ti dëgjojnë çfarë kanë thënë ata për gjuhën, të dëgjojnë pra Shevqiriazin duke thënë gërma tona të arta, dhe në këtë mënyrë jo thjesht nderojmë kaluarën, po kuptojmë gavim. Pra ne nuk jemi qitapsës, jo, se më ngeli në mend kjo fjala, ne nuk jemi popull pa gjuhë, edhe pa dinë pa imam. Ne jemi popull, si isha pa dinë pa imam, ishte fjala. Nuk, ne jemi një popull europian në nivelin e popujve të tjerë europian, edhe nga pikpamja e gjuhës. Gjuhësore. Prandaj ta gëzojmë ditën e alfabetit, edhe e përdorshim për të mirë gjuhën tonë dhe mbrojtshim në të gjitha mundësitë që kemi me mendje dhe me zemër. Faleminderit shumë për kontributin e jashtëzakonshëm që jepni dashurisë për gjuhën shqipe. Faleminderit. Faleminderit. Mos haro, regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rodina Xhunga, janë 2 kanale të rëndësishme kushtuar shqiptarëve, kudo ata janë, edhe flasin shqip. Faleminderit.